Është e vështirë, për shkak se ne me mjete tona, mërgjimtarët ndihmojnë, shoqata mërgjimtare, pra, edhe komuna, për shkak se kemi komunën rurale, dihet se sa ka buxhet komuna jote. Mirë po kemi dashamir, kemi ata që më rrinë afër dhe të gjithë janë përgjigjë thirrjes pozitive, ndoshta jo sa duhet, por aq sa kemi pas mundësi, mirë po me njerëzit që i kam afër besoj që nuk do ta kenë problem. Dhe nëse bëhet edhe një riorganizim më i mirë, kemi njerëz pak edhe më të fuqishëm se na do ta kemi një mbledhje nga si klub me kryetarin e komunës, dhe nëse riorganizohemi dhe vinë të gjithë ata çka duhet, besoj se do t'ja dalin dhe tregova. Mendoni se do të vazhdojë mbështetje e njëjtë edhe për ligën e dytë që i keni pasur deri tani, po plus edhe plus edhe do të jetë që nëse jemi të një mendimi dhe nëse bëhemi bashkë, ne kemi treguar shumë herë, nëse Harashina bëhet bashkë, ja arrim qëllimin dhe do të jemi edhe pse do të jemi ndoshta nëse nuk luan Besa e Dëmbërdollit, vitin ardhshëm do të jemi ekipi vetëm shqiptar në ligën e dytë, ndoshta do të jetë pak problem, mirë po nëse ne do të jemi krejt bashkë, mendoj që do të arrijmë qëllimin dhe do të jemi në ligën e parë. A keni planifikuar se dallon shumë nga liga e tretë dhe e dyta që do të keni shumë më kundërshtar më të fuqishëm? Keni parë edhe bashkimin këtë sezon ka hasur në kundërshtar shumë të vështirë? Shemë liga e tretë llogaritet liga amatore. Do të thonë ka liga e tretë ka ekipe që nuk bëjnë edhe ndoshta treninge krejt javën. Po vetëm i luajnë ndeshjet. Mirë, po jemi të gatshëm, jemi të përgatitur, e din të gjithë ne edhe vjet kemi qenë me Kumanovën në garë, shkoj Kumanova, edhe si vjet ne me lojtarë që i posedojmë dhe me 3-4 përforcime që mendoj se do t'ja arrijmë t'i marrim, besoj që nuk do ta kemi problem. Të jemi në ligën e dytë, por të gjitim edhe më lart.